Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Për këtë botë dhe banorët e saj. Përfshini në kërkesat tuaja gjërat që Zoti ju ka bërë të detyrueshme. Kërkoni nga ai t'ju përmbush që ka urdhëruar të bëni. Bëni që veshët tuaj t'ia dëgjojnë zërin vdekjes përpara se ajo t'ju thëras, vetëm zemrat e të përkorëve vajtojnë në këtë botë edhe pse në pamje mund të qeshin, vetëm pikëllimi tyre rritet, edhe pse mund të duken të lumtur. Përçmimi tyre për vetveten është i madh, edhe pse mjetet e jetesës që u janë dhënë mund të jenë të lakmueshme, kurse nga ju dhe zemrat tuaja është zhdukur fare kujtimi i vdekjes. Ju e ushqeni veten me shpresat gabuara, prandaj ju sondon më shumë kjo botë se sa tjetra, ndërkohë që fundi i afërt i saj ju largon edhe më shumë nga bota e pritshme e jetës tjetër. Ju bët vëllezër në fenë e Zotit, po njerëzit e këqinj dhe qëllimet e mbrapshta ju ndan nga njëri tjetri. Dhe kështu ju se mbani më hallin e njëri tjetrit, as e këshilloni më njëri tjetrin, as shpenzoni për njëri tjetrin dhe as e doni më njëri tjetrin.